Një filmi horror i ngjan vrasja e Ilaria Sulës, studentes shqiptare e cila u gjet pa jetë brenda një valixheje në një zonë të pyllëzuar në Poli, Itali. E reja shqiptare u masakrua me thik për vdekje nga i dashuri i saj, 23 vjeçari Mark Samson, i cili akuzohet për vrasje me dashje dhe fshehje të kufomës. Për një javë nuk kishte asnjë lajm për Ilaria Sulën, 22 vjeçaren shqiptare, e cila ishte studente në Fakultetin e Statistikave në Universitetin Sapienza. Celulari i saj ishte i fikur dhe kjo ngriti alarmin tek familjarët e miqt për gjetjen e saj. Nisur nga e shtuna e datës 29 mars, Ilaria nuk i përgjigjej më askujt, ndaj dhe shoqet e dhomës dhe familja kërkuan ndihmë nga policia. Ajo kishte shkëmbyer disa mesazhe në WhatsApp me to, por në fakt në biseda nuk ishte Sula ajo që përgjigjej, por autori që i kishte marrë jetën. Pas një javë kërkimesh, 22 vjeçaria fatkeqësisht u gjet e vdekur. Tabulatet dhe qelizat telefonike që tregonin vendodhjen e një personi kur bën një telefonat ishin në mesin e elementeve që zunë në kurth ishte të dashurin e studentes. Përmes analizimit të tyre, hetuesit arritën të zbulonin se në ditët pas zhdukjes së vajzës, 23 vjeçari Filipinas kishte vazhduar të përdorte telefonin e saj dhe bënte postime nga profilet e Ilarias në mediat sociale për të fshirë dyshimet. Pas marrjes në pyetje Mark Anthony Samson, një student 23 vjeçar me origjinë nga Filipinet, pranoi krimin, duke thënë se Ilaria kishte shkuar në shtëpinë e tij pasi ishte larguar nga apartamenti ku qëndronte me shoqet. Në inat e sipër, ai e kishte goditur disa herë me thik, duke i marrë jetën. Pas kësaj ai kishte futur trupin e saj në valixhe dhe me makinën e tij ishte drejtuar për në zonën pyjore të Polit, jashtë Romës, dhe aty e kishte hedhur. Autori 23 vjeçar nuk ka treguar më shumë detaje rreth krimit dhe nëse ka patur bashkëpunëtor për të fshehur kufomën e 22 vjeçares shqiptare. Dyshimet bien mbi prindrit e tij, pasi ndodheshin në shtëpi në momentin që ndodhi krimi. A janë ata bashkëpunëtor? Përgjigjet në këtë pikë pritet t'i jap analiza e kamerave të sigurisë në lagjen ku jetonte i riu bashkë me prindërit.